1 miliard lek do t'i shkojnë njësisë administrative të Novoselës për të sistemuar në mënyrë definitive problematikat e mbartura në vite në furnizimin me ujë të pishëm. Sipas kreut të njësisë vendore, investimi do të prekë jo vetëm fshatrat e ish komunës së Novoselës, por edhe ato të njësisë qendër. 18 fshatrat, të cilat prej më së 25 vitesh nuk janë furnizuar me ujë të pishëm, do t'i gjenë zgjidhje, ka sqaruar kreu i kësaj njësie vendore Novosel, Kanan Shakaj. Sipas Shakaj, investime do të ketë edhe në hidrovorin e Akërnisë. Është përfunduar projekti për negociacionin e informacionit të vetë nga Morizi që është në Pikë deri në Dollën. Po kështu fshati nga stacioni Novoselës, Aliban dhe Akërni, dhe një pjesë e informacionit kryesor që nga Norga deri tek Klipa. Po kështu dhe jeti i shpërndarjes fshatit fitore. Ndryrja në rrjetin e kanalizimeve me anë të projektit për ndërtimin e tubacioneve të reja do të zgjidhë në mënyrë definitive furnizimin e ujit të pishëm të një komuniteti prej 6.000 banorësh.